ndihmë të madhe, serioz. Na kemi për luftën. Në mendoj që çdo problem që ka njeri, domethënë ekziston një drejtim, një ilaç, një çka do të qoftë për mu drejtu dikon për me pa veten çka do të ki. Ma herët s'kemi fol për shëndetin mendor, kem pas tabu, ka qenë turp. Tash që fëmijë apo që të ri, adoleshent flasin për këtë punë. A është pozitiva, negativa, apo janë ma dop këta, apo ma të ndishëm? Që flasin është mirë, se njëri është mirë, se ti nuk e din ku të dhamë nëse si të regon dikuj, jo, lënë. Nuk e din dikush ko të të dhimë. Se edhe ku qka ishte mjeku, dhe më thonë, qka kitë vetë. E para dhe më thonë, për qka jere dhe. Sikuraj që ka shku dhe më thonë, e ka në ku për dhamë, po më dhamë qëtë. Kër e ka prejkë mjeku, ka konë njësë për më dhamë, po ti për dhëmë ka gishtë, jo, lënë, më thonë. Ati i ka dhimë gishtë dhe ku prejkë ka mënu që për dhamë. Kështë që, është... Exageruar. Okej, po morë. Pjesa asaj, po çdo që tjetë është e bazuar në realitet tjetër, po kupton, kështu që nuk mendon që gjithmonë dhëm dikon. Po mendon që mbështetja më e madhe është e Zotit. Mbështetja më e madhe, domethënë, njëri do të pas mbështetje më të madhe te Zoti. E kur me Zotin i ke punë mirë, atëherë çdo smuj mjeku mjekon, Zoti shëron. Mjeku e ka punën vetë në mjeku, që ata kanë një mjek. Mjekon. Zoti është ai që shëron. Po dhe të ri edhe se din. Po se din, po najnë ata, se fëmija është dhurata o ma e qmume që jep Zotit, domethënë, një personit, një fëmijë. Inshallah, po thëmë dhe njerë, ja thash më herët, inshallah Zotit folë fëmijë krejt, qifte dhe burr e gru. Po, përderisa e ki dhurat, e ki edhe amanet. Kër e ki amanet, që ka du të me rujt amanetin. A ke pas situata kur ke qenë i ngarkuar, s'po thëmë depresion, po i lodhur, i stresuar, i ngarkuar shumë dhe u dash me fol me dikon, për s'ke fol. Ja, kur s'kom fol me kërkon. Kom pas rast, kom prap dhe rast, se se ndohë njeri. Ti nuk fol? Ja, s'foli, që ne foli veç me Zotin. Këtë jam namaz, dhe me thonë, veç lidhna me Zotin, pes pare se jep kusho për mas, as kusho poshtë, as kusho nalt. Kështu që dhe me thonë, është ajo që e qetëson veten, edhe e den që dhe me thonë, qka do që jetu përjetu, qka do që jetu kalu, qka do që jetu të ndohë, ti ki milion krejt. Po ti dhe me thonë nuk fol. Nërkot generata zë flasin. Ti ki milion, kër e kuptën që sët, sa shqinë të folna, sët 100 vjetë, asë një për neve nuk është, pak rëndësi ka që ka me ndohë këtë dalim jashme. Tash 100 vjetë, sot kërkush, keqa e na gjallë, qëtë planet, sot dhe 100 vjetë, mos sot gjallë kërkush. Këtë një gjenerata të reja. A kuptën? Që përderesa, je ku mbind vetën, që përderesa në diçka nuk shka do që më ngarkon, se jetë qëtë për para shka mos. Më varët është edhe farë profesioni ki, qëfar ngarket, farë puna e familje, statusi, këtë lidhen. Po thotë nuk e ngarkoj vetën, se Zoti nuk s'paravon ma shumë se që mund me qu. Kërkon se s'paravon, kështu që se prishe vetën për shka do kofë që ndodhë, hajri shala, flaka i dojnë. Monik, ke qenë ngarkuar... Zotin fëmijë. Ke qenë... Jo, unë e pëtëm, nuk e s'paravon kërkon që ka s'mund me qu. Ta shmija s'prova ma e rondë. Zoti më se s'paravon s'kërkon. Monik, ke qenë s'provuar, e lodhur, e ngarkuar, qëfar ke bërë? Ke fol me tjetë apo e ke mbajt vete? A mund të mësojmë nga gjenerata zë pikërisht këtë aspekt që të flasim, të drejtohemi tek psikologu, psikiatri? Gjithashtu dhe unë normal për mbështetjen më të madhe, unë e kam me gjithë kohë këtë Zoti, edhe gjithë shka jalo Zotit, por janë do faza njëtë që sprovohemi me disa dhimta që një me pushtojnë shpirtin tonë, edhe normal